Në qeveri nuk hyjet për të marrë ministra, por për të realizuar pika programore të premtuara, kështu u përgjigj Ziadin Sela zërave për përfshirjen e tij në qeveri. Ai në një intervistë për Pologu News tha se është interesuar për 3 çështje kryesore. Ne jemi të interesuar diskutojmë për disa tema, siç janë ndryshimet kushtetuese, heqja e 20%-shit Badenteri në gjykatën kushtetuese, për shkak të pengimit njëre për gjithmonë të majorizimit që kishte për tendencë me marrëveshjen e Ori që të pengohet nëpërmjet parimit të Badenterit, por sot e pam që me veprimet e fundit që bëri gjykata kushtetuese balancuesi dhe tendencat për ta bërguar disa nene të ligjit për përdorimin e gjuhëve, u pa që nuk është kompletuar ideja e pengimit të majorizimit. Në Ngavlen disa herë kanë deklaruar se dera është e hapur për Selën, megjithatë nuk kanë pasur bisedime konkrete. Deputetja Mimoza Musa konfirmoi se nuk ka asnjë diskutim për përfshirjen e partive të tjera në Vlen. Ka bisedime me zonin Sela? Jo, në dijenin time jo, nuk kemi asnjë diskutim për përfshirjen e partive tjera në Vlen. Momentalisht pas 9 majit do të shohim, jemi të hapur për çdo individ që do të kontribuojë. Përfshirja e Ziadin Seles në qeveri është përmendur disa herë pas zgjedhjeve lokale të vitit 2025, por çdo herë është përgënjeshtruar nga vetë ai. Sela gjithashtu tha se asnjë vendim nuk do të merret deri në mbajtjen e kongresit të partisë, i cili pritet të mbahet në fund të muajit maj.